Shërbeti për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës. Nga ky takim fillon edhe koha për shpalljen e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë parlamentare. Pas të ligjit për zgjedhjet, data është më së afër 30 ditë, më së lartë 40 ditë nga dita e sotme. Presidenti e ka në diskresion pra ditën e shpalljes së zgjedhjeve, por nga dita e shpalljes, duke qenë se është shumë kohë Kosovës, duke qenë se ka shumë akumulime të temave buxhetore, në respekt të qytetarëve të vend për kohën e humbur, kemi propozuar që të jetë dita e zgjedhjeve parlamentare 21 dhjetor. Mendojmë se në këtë mënyrë do të fitojmë pak të një javë kohë vazhdimeve buxhetore që duhet ndodhin, që përse dini buxheti i Kosovës mund të funksionojë edhe janar e shkurt 2012. Pashtu qeveria e Kosovës me detyrë që është sot mund merr vendime për të përmbushur disa detyrime buxhetore që i ka si ndaj RTK-s apo edhe ndaj palëve tjera, se ekzistojnë këto praktika, mirë po për me vazhduar pra zbatimi i buxhetit në mars, gjithsesi duhet një vazhdim nga Parlamenti i Jashtëm i Kosovës, dhe për të arsye një javë na konvenon. Ka diçka periudha e para vitit të ri, sepse pushteti po kërkon datën 28 dhjetor. Ajo periudhë është një periudhë shumë e çmuar e familjeve tona, e qytetarëve tonë, jo vetëm e pushimit, po edhe bashkimeve familjare, shumë ngjarjeve festive. Është një arrogancë nga politika, një lloj përbuzje për të thënë ashtu, deri në ofendim, me ju shpall zgjedhjet me 28 dhjetor, ka në periudhën e pushimeve dimërore, e që pastaj me vazhdu me mbet me numrime, me rezultate edhe natën e vitit të ri.